Personave që janë të paaftë për kujdesen për veten, ju duhet edhe personi kujdestar. Kështu po thot Begjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, pasi që edhe në rastin e Faria Osmanit, edhe pse e palëvizshme, ju refuzua një kërkesë e tillë. Sipas Shalës, kjo është e padrejtë, moskthimi i përgjigjes për ankesën e saj tash e 7 muaj. Sipas tij, duhet të kenë kujdes institucionet në raste të tilla kur kanë persona me probleme shëndetësore. Rastet e tilla kryesisht ose thuhet të gjitha e kanë një person shoqërues për faktin që ata nuk mund të kujdesen vetë. Por ligji përcakton kur duhet person shoqërues, ai e ka një kompenzim për punën që e bën, dhe në rastin që ju po përmendni, pasi dyshim që ai person i cili ka fituar statusin e personit tetraplegjik, ai ka nevojë për person shoqërues. Sipas tij, ankesa për kaq muaj ndaj një personi që ka bërë ankesë ndaj institucionit të zyrës për pensione në kuadër të Ministrisë së Financave përbën shkelje ligjore. Onesa aq e madhe, realisht paqet edhe shkelje ligjore, po paqet edhe shkelje drejta të njerëzit të persona në fjalë, po edhe të tjerë. Po është një afat kur ju keni mundësi të kundërshtoni një vendim që konstatojë që është i padrejt, po institucioni më i lartë i cili e trajton ankesën ka për obligim që në afate të arsyeshme apo afate të paraparë me ligj ta ka një përgjigje. Po shini që në Kosovë thuaj asgjë nuk funksionon. Zonja Osmani, që tash një vit ka mbetur në karrocë, thotë që mund të bëj kërkesë për ndihmë juridike falas, pasi që mund të sqarohet rasti i saj lidhur me statusin e saj. E sipas përfaqësuesit të KMLDN-s, mund të bëjë që të rritet dinamika apo të përshpejtohet kthimi i përgjigjes për ankesën e saj për njojën e personit kujdestar. Personi i cili ka kërkuar realizimin të drejtë që takon me ligj, ai do të kërkoj ndihmë juridike. Ndihma juridike mund të ofrohet nga shërbimit juridike që të ofron shërbime juridike falas, në mënyrë që të sqarohet rasti, po edhe të përshpejtohet dinamika e kthimit të përgjigjes. Kjo situatë pa njohjen e një të drejte që mbase i takon me ligj në rastin e kësaj zonje, po ju bëhet e padrejtë, ja vështirëson jetën dhe cilësinë e jetës pa përkujdesjen e nevojshme. Natyrisht rrezikohet, vështirëson jetën që ashtu e kanë të vështirë me shumë kufizime, prandaj edhe ligji ka përcaktuar që këta persona do ta kenë një person shoqërues i cili do të jetë afër tyre brenda 24 orë. Po. Kjo nuk bëhet asnjë fjalë, nëse rrezikohet shëndeti, cilësia e jetës, shërbimet që do t'i marrë nga dikush, po tash kjo është shumë mirë përcaktuar me ligj dhe këto kategoritë të ndjeshme është tepër keq nëse burokracia e lën anash kthimi i përgjigjes apo ofrimin e ndihme më të domosdoshme. Dita kur u realizua intervista me Begjet Shalën lidhur me rastet të pensioneve shëndetësore kur personave të tillë ju bët e padrejtë, ishte e marta 11 dhjetorit, e rastësisht të ishte edhe dita ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Pra mbase shkelje të drejtave të njerëzit, po në ditën kur do duhej të promovoheshin e të mbroheshin ato. Shala përmes kësaj interviste bëri thirrje për respektimin e ligjit, pasi që po rastis që vetë institucionet po e shkelin atë. Këto do dita ndërkombëtare të njerëzit. Gjithmonë në botë shënohet kjo ditë. Tani me drejtën nuk ka shumë arsye pse të shënohet, sepse nuk kemi drejtat e njerëzit që kanë një farë cilësie që ja meritojnë të shënohet e lërë modë të festohet, po do të kemi parasysh që të drejtat e njerëzit nuk i shkel individi, të drejtat e njerëzit i shkel ligji, i shkel shteti, i shkel institucioni, po në anën tjetër të drejtat e njerëzit i mbron ligji. Dhe ne i kishim bërë një apel që nëse ata nga ne kërkojnë që të promovojnë një ligj, institucionet e kanë dyfish apo jetësisht më tepër obligim që t'i promovojnë ligjet.